Ejani të shikoni se kush ju a ka thënë në mënyrë të përbindshme, të përsëritur, që ne pas kemi ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura për t'i hapur rrugë të zhvillimi, ju ka shaluar me një rrenë shumë të fortë që ju e keni marrë për kal betejë dhe prandaj nuk bëni dot betejë me atë rrenë. Halli është se kur unë i them këto, përgjigja juaj është nuk ka negociata. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar, që bashkë me Partinë Socialiste ta çojmë në 35 miliard euro prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Shqipërisë në vitin 2030, që ta çojmë në 15.000 euro shifrën e të ardhurë për frymë, dhe që ta bëjmë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Këto nuk negociohen. Gjithsesi, për sa i takon kësaj teme, unë jam dispozicion në çdo kohë, ashtu si kundër jam i hapur për çdo diskutim, mbi mënyrën se si duhet harmonizojmë mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e turizmit. Ndërkohë që lidhur konkretisht me fatin e zhvillimit vërnec, atë do ta vendos vetëm cilësia e projektit dhe shkalla e ambicjes së programit që investitorët do të paraqesin për zhvillimin e zonës. Por merrni një këshill nga unë me këtë rast. Ikini hienave. Ikini hienave që ju kanë mbledhur rrotull, se ju vini të parët që do mbyteni në jargët e asaj urrejtje që unë e njoh mirë, në jargët e asaj hipokrizie dhe të asaj urie për pushtet që unë dhe ne socialistët e njohim nga shumë larg, të cilën e fshejnë nën qeleshet që i vënë në kokë për herë të parë, apo nën flamujt që lidhin qafë. Nëse doni të mbrojeni vërtet Shqipërinë, ju njerëzit që jeni sinqerisht të dashuruar me natyrën, sinqerisht të shqetësuar për mjedisin, mos ngatroni drejtimin nga i vjen rreziku natyrës, mjedisit dhe Shqipërisë. Po hajde bashkohuni me ne me Partinë Socialiste.